bazuar geopolitik për botën tërësi dhe duke patur parasysh që nga ana tjetër kemi dhe çështjen e Iranit përkatësisht me ngushtisjen e Hormuzit, që mbi të gjitha kryesisht ka ekspozuar pikërisht brishtësinë e Kinës për sa i takon varësive që ajo ka ndaj Rusisë nga njëra anë dhe njëkohësisht edhe nevojës që Kina sidomos ndjen pikërisht për hapjen e Hormuzit. Kështu që edhe mund të kontestova. Mendoj që edhe çështja e Iranit, që patjetër ju do ta parashtronin vijim, është patjetër një tjetër çështje e rëndësishme, por sërish palët do të jenë njëjtë si në diskutim, por dhe të barazlarguar nga njëra tjetra në mënyrë që mos të kemë përfitim, që secila palë mos ketë atë përfitimin e ndërsjellë nga kontributi i tjetrës. Për te faktit që sidomos Kina ka nevojë thelbësore për hapjen e ngushtisës së Hormuzit. Dhe kush mund të themi se ndoshta ka më shumë për të fituar nga ky summit dy ditor? Trump apo Xi? Shikoni, profesionalizmin të lista. Pozitat e fjetura të perëndimit tërësi dhe të Shtetet Bashkuara në 2 dekadat e fundit kanë dërguar në një rritje eksponenciale të pozitës Kinës në arenën botërore. Shkundja që presidenti Trump, dhe këtu nuk i referohem presidentit Trump në emrin e përveçëm, por presidentit Shtetet Bashkuara, shkundja dhe qasja shkundse e presidentit Shtetet Bashkuara të Amerikës ndaj realitetit global në tërësi, ku përmendim patjetër edhe Panaman nga njëra anë, përmendim patjetër dhe ngushtisën e Malakës nga ana tjetër, apo dhe element të tjerë gjeografik të rëndësishëm dhe thelbësuar. Por ideja domethënë se ju besor për gjeopolitikën, mendoj që pikërisht ky veprim proaktiv shkundës i presidentit Trump ka bërë që pikërisht palët dhe në këtë rast dhe pala kineze të qaset drejt kujdesit, ku edhe ajo rritje e cila vinte si rezultat i pozitave të fjetura në thonjza të Shtetet Bashkuara në arenën gjeopolitike, bënte që pikërisht edhe rritja e Kinës të ishte më eksponenciale. Sot, si rezultat i kësaj brishtësie, po jetojmë në epokën e kujdesit, dhe kujdesi pikërisht bën secilin që të qëndrojë patjetër në pozitat e veta, duke mbrojtur interesat e tij, por jo më ofensiv se sa duhet në kontekstin politik, ekonomik apo dhe ushtarak. Gjinali, në anën tjetër, kur do që ka takime të tilla, pyetja ishte drejt për drejt, a do të ketë syt e botës janë nga këto takime për shkak të zhvillimeve gjeopolitike. Ne jemi në një konflikt i cili po prek Evropën, po prek Ballkanin, pothuajse gjitha vendet e botës kanë fjalën mes konfliktit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Dhe çka mund të ndryshojë ky takim mes presidentit amerikan dhe atij kinez në situatën në Iran? Pra mund të ketë diçka të re sa i përket kësaj. Patjetër, Irani eklipson në vetvete, çështja e Iranit eklipson disi në vetvete takimin. Patjetër që Irani është një ndër temat kryesore, pavarësisht që unë mendoj që të dy palët diçka të re. Për të në radhë parë do të përqendrohen kryesisht tek pjesa tregtare, por Irani është çështja politike e cila qëndron në tërëzë. Palët unë mendoj që për te faktit që siç e thash, që secila palë ka interesin e saj politik për mbylljen e konfliktit, secila palë do të qëndrojë në pozitat e saj, pikërisht për të mos dhënë kredite tek pala tjetër ndërsjellta si rezultat i një afrije më të madhe në tërëzë. Pra do të jetë një negociat apo një bisedë e barazuar prodhuar diçka të re, duhet të ketë me larguar, ku tema do të qëndrojë aty, por mendoj që secila palë përtej interesit të njëjtë për ta përfunduar konfliktin, por për komponentë të ndryshëm që dërgojnë në këtë interes, dhe në këtë rast mendoj, dhe e thash dhe më lart në gjatë bisedës, që mendoj që përtej faktit që Kina ka një interes thelbësor për hapjen e Hormuzit, mendoj që presioni i saj ndaj regjimit nuk do të jetë i fortë për arsye sepse do të jetë droja që Shtetet e Bashkuara mund të përfitojnë nga ky moment. Nga ana tjetër Shtetet e Bashkuara të ri ose të Bashkuara janë të qarta që Kina ka më tepër nevojë për hapjen e Hormuzit, kështu që preferojnë që të qëndrojnë për momentin ato pozita duke pritur, fjalia fundit,
duke pritur, dhe unë këtë e kam një bindje edhe në bisedat e tjera më të hershme që ne kemi patur dhe bashkë, duke pritur që dinamikat brenda regjimit iranian të ndryshojnë dhe që kohezioni i regjimit iranian të jetë Këtë në mendim i cili i cënuar si rezultat edhe i zgjatjes së këtij armpushimi, pasi në fund ditës, sidomos pjesa më e ashpër politike e regjimit iranian, garda kombëtare, e ka thelbësor pikërisht vijimin e konfliktit si rezultat i mbytjes së gjithë zërave të brendshëm kundër regjimit për shkak të përballjes me të quajturin apo me armikun e jashtë. Teksa po flasim, po shoh një lajm të fundit lidhur me këtë takim. Trump ka deklaruar se nuk ka nevojë për ndihmën e Kinës lidhur me Iranin. Në anën tjetër kemi një Trump i cili kërkon vazhdimisht ndihmën e aleatëve. Është në të njëjtën për të zhbllokuar ngushticën e Hormuzit dhe për t'i dhënë